Lora, mirë se kjo ardhë, jemi shumë të kënaqur që të kemi në Shilic. Doja të flisje pak për organizatën që sapo keni themeluar. Faleminderit Prita, po, unë jam Lora Mani Zeka, jetoj që 21 vite në Zvicër me disa kolegë, Fidanin, Antigonën, Ylkën dhe Gjeneta, të cilat nuk janë sot prezent. Kemi bërë hapjen e lidhjen e infermierave shqiptarë në Zvicër. Si ide ka qenë kamote, sepse si komunitet jemi një numër shumë i madhë. Në këtë fushë të infermierisë. Po. Besa marrim shumë edhe prej Kosovës si sjellin në Zvicër. Unë jam ndërto, do me thonë, kretë kolegët janë lind ose jetojnë gjatë në Zvicër, ndërsa unë e kumë pas fatin që kumë përfundu në Kosovë dhe pas përfundimit shkollës mesme kumë ardhë në Zvicër dhe jam ballafaqu me shumë sfida, o do është me një mënyrë mja fillu prej zerës, duke fillu prej gjuhës, njohjen e diplomës, edhe kumë pas fatin se mu ka njohë si motër medicinale e diplomume quhet në Zvicër. Do me thonë një për hir të sfidave që vetë keni kalu, keni dashur mi lecu ato sfida për infermiere tjera. Po, edhe kumë pas rastin me njoftu shumë femra tjera që kam pas fatin e njëjtë, po kur i kumë po për shembull në për shitore ndryshme të punu, edhe më ka thonë, sa mirë, edhe unë jam të medicinale, tani i kumë thonë, hej, e qëka i të bëgë këtu? Hajde do një marë. Me uri në kuadru në profesion. Po, tani edhe kumë fillu me dhonë mësim për kursin e SRK-quët, për ndihmën e motës medicinale, e cila ka shumë perspektiv, ja filluj shumica me këto. Edhe kjo është pjesa e parë e integrimit, e bëjnë këtë lloj kursi. E bëjnë shumica dhe personat që kanë për shembull dikon në familje, sigurimi ja kërkon që ata të paktën me pas qitë një uri bazike për me marrë që ato ndihmat që ja jep shërbimi i sigurimit shëndetësor që ja kërkon edhe për m'ia dhënë qatë një uri bazike për me pas. Jeni organizatë relativisht e re, por a keni ndihmu shumë deri më tani, a keni pas raste të cilat keni mujt me udhëzu drejt këtij profesioni? Po, kemi pas me njëherë shumë kërkesa, shumë telefonata, shumë mesazhe, edhe unë kam dëshirë. Do me thonë, jemi të startu me një entuziazëm shumë të madh, edhe me shpresën që kena me mujt mi arrit një mund shumë femrave, edhe kena ju vetëm femna që jetojnë këtu në Zvicër edhe nuk din ma ka mu qasë, të na ka mu qëkan që e platformë që kanë me ardhë jo vetëm motrat medicinale, po çdo kush që ka të bëjë me mjekësinë, duke fillu prej edukimit shëndetësor, çysh është sistemi shëndetësor në Zvicër, me çfarë probleme hasën komuniteti ju në Zvicër, edhe një urë lidhse me odën e infermiereve në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni. Fantastike, një pako e madhe kjo që ju... Gjithë përfshirëse. Atëherë unë ju dëshiroj shumë sukses, shumë faleminderit. Edhe gjithë infermierëve të tjerë. Faleminderit shumë për mundësinë që ja delni mbanë dhe integroheni. Gjithsesi na e besojna, edhe duhet me ja vërtetu mas pari vetës edhe tjerëve, se edhe këtu është veni Shillit që femnat me të vërtet duke pos guximin për krajen njëra tjetrës do t'ja dalmi pa tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve.